Pa humbur kohë, vazhdojmë me përgatitjen. Sot do të përgatisim llokuma, por do t'i bëjmë ato në kushte shtëpie. Është një recetë e lehtë me shumë pak përbërës dhe besoj se të gjitha produktet vetë i keni në shtëpitë juaja. Do të kemi nevojë për gota. Gotat të gjitha duhet të jenë të njëjtës madhësi. Pra do zgjedhni që ta përdorni një gotë prej 250 ml. Fillimisht gotën e parë do ta mbushni me një sheste. Pra një gotë 250 ml plot me një sheste, vazhdojmë dhe e shtojmë në një tenxhere. Tani vazhdojmë që ta shtojmë ujin. Me të njëjtën gotë që e matëm një shesten, me të njëjtën gotë do ta matim edhe ujin, por ujë do të shtojmë 3 gota. Vazhdojmë tani që ta shtojmë sheqerin. Njëjtë edhe sheqer duhet një gotë plot, por mund ta përshtatni sheqerin edhe sipas shijeve të juaja. Nëse ju duket shumë, shtoni më pak. Unë do të largoj edhe pak nga gota që mos ta bëj shumë të ëmbël. Pa unë kështu kam larguar 2 gishta sheqer nga gota, por juve nëse ju duhet më e ëmbël, mund ta shtoni gotën e plot ashtu siç është në recetë. Dhe shtojmë pak aromë vanilje. Nëse nuk keni aromë vanilje, mund shtoni vanilë sheqer. Tani do të kemi nevojë për gjalp dhe unë kam zgjedhur që ta përdor gjalpin nga Pënar. Në total gjalp do të shtojmë 75 gram. Shtojmë gjalpin dhe vazhdojmë me përzierje. Tani duhet që ta ziejmë në zjarr mesatar, duke e përzier her pas here, duke i qëndruar afër, dikon prafërsisht 25 deri në 30 minuta, derisa të formohet një masë e mirë, e trash dhe homogjene. Vazhdojmë kështu, duke përzier në zjarr mesatar, dal nga dal, pa e ngutur, 25 minuta. Do t'ju tregoj hap pas hapi se si do duket në fund masa. Dikon pas 10 minuta zierje, po fillon të mblidhet dhe të trashet, por nuk duhet të ndalojmë këtu, derisa të bëhet një masë e padukshme. Do ta trashim deri atëherë. Po e vrini si masa po fillon të mblidhet tani në mes të tenxheres, kështu duhet të ndodh, vazhdojmë edhe pak e zijim. Dhe tani pas 20 minuta zierje në zjarr mesatar, masa është mbledhur mirë, është bërë të dukshme, është mjaftueshëm e trash. Mund ta bëni edhe formën standarde të llokumave, duke e transferuar tani në një in dhe pastaj ta prini në forma katrore. Por unë sot dua ta bëj në forma rumbullake dhe do ta dekoroj pak edhe me ara edhe me kokos. Për atë arsye duhet që të presim dikon në 10 minuta që të ftofet masa, sepse është valë nxehtë që të mund t'ja japim formën. Mos lejoni që të ftofet tërësisht masa, sepse do ta keni të vështirë pastaj që t'ja jepni formën. Merrni kështu me një lugë gjelle dhe duart lagni me ujë, që mos t'ju ngjitet për dorë dhe të mund ta lëmoni më mirë. Vazhdojmë lëmuim që t'ja japim formën e mirë rrumbullake. Tani më njëherë e kalojmë në kokos. Dhe pasi ta kalojmë në kokos, i shtojmë një thelb are. Dhe të dashur miq, llokumat i kemi gati. Nëse brumi ju forcohet shumë dhe s'mund t'ja jepni formën e mirë të lëmuar rrumbullake, shtoni pak ujë, pak, mos shtoni shumë, përziheni mirë dhe vazhdoni t'i formoni. Vazhdoni shtoni ashtu sa herë që ju trashet masa, derisa t'ju dalin llokumat e formuara kështu në mënyrën perfekte. Shpresoj që do t'i provoni edhe ju, do t'i shijoni bashkë me familjen e juaj. Deri në video recetat e radhës, mbeteni të përshëndetur nga unë.